Andon Zako Çajupi lindi më 27 mars 1866 në Shepër, fshat në krahinën e Zagorisë së Sipërme në Shqipërinë Jugore, biri një tregtari të pasur duhanesh, i cili bënte tregti në Kavall e në Egjipt. Në vogëli, Andon Zakoja, i cili më pas pëlqente ta thërrisnin me pseudonimin Çajupi, sipas emrit të një mali jo larg vendlindjes së tij, ndoqi shkolla në gjuhën greke në krahinën e lindjes, kurse më 1882 emigroi në Egjipt, ku studioi 5 vjet në liceun francez Sainte Catherine de Lazariste në Aleksandri. Më 1887 shkoi të studioj për drejtësi në Universitetin e Gjenevës. Përfundoi atje studimet për jurisprudencë më 24 tetor 1892 dhe mbeti në Zvicër për një 2 a 3 vjet të tjerë, ku ishte martuar me një vajzë të quajtur Evgjeni, me të cilën pati një djalë, Stefani. Evgjenia vdiq aty nga viti 1892. Humbje tragjike kjo për poetin, dhe Çajupi u kthye në Kavall për ta lënë të birin në kujdesin e së ëmës Zoica. Rreth viteve 1894-1895, Çajupi u kthye në Egjipt, ku shumë shpejt për arsye konflikte shtyrërisë u toroq në vilën e tij afër Kairos dhe ju përkushtua letërsisë, e më pas dhe edhe forcimit të mëtejshëm të lëvizjes së gjallë kombëtare shqiptare në Egjipt. Në vitet pas pavarësisë së Shqipërisë, Çajupi vazhdoi të luajë një rol aktiv në Bashkësinë Shqiptare të Nilit, e organizuar sikundërisht në klube e në shoqëri të ndryshme adhetare. Vdiq në shtëpinë e tij më 11 korrik 1930. Estrat e tij u sollën në Shqipëri më 1958. Etapa më e rëndësishme e veprimtarisë teatrare kombëtare të Çajupit është nga 1898 deri në 1912. Vepra kryesore, Baba Tomori, përmbledhje vjeshtash dhe lirikash, shumica me tema adhetare. Një nga baladat më të spikaturat në këtë përmbledhje, Fshati im, ka në qendër për shembull pabarazinë në Shqipërinë patriarkale.